Sot jam në Dibër, me thënë drejtën kisha kohë pa ardhur në këto zona kaq të bukura dhe dua t'ju tregoj një mrekulli të natyrës që mu po më le pa fjalë. Është një ujvar, quhet ujvari i Sopanikës. Më mirë mos flas fare, por shikojeni vetë. Tu sipër ndodhet edhe një lokal, ku do ikim tani për ta vizituar. Kështu që po ndejtë deri në fund videos do t'ju çoj sepse aty në stej është një urë. Ishte një urë shumë e sigurt, as nuk tundet fare, kështu që s'do keni frikë kur kaloni te kjo pjesë. Është një shteg, si ky këtu. Është relativisht i lehtë për të ngjitur, por thjesht merrni një atlete ose kambale atleta se përndryshe do vuani. Dihet shumë mirë që ne që jetojmë në Tiranë, rrojmë kot fare si thën aty Muhabeti, sepse kur del në natyrë shikon ca mrekullira të Zotit dhe të natyrës, po themi, që janë thjesht fantastike, shikojeni vetë. Kjo është rruga që çon drejt lokalit dhe mund ta kërkoni për prenotimet e ky numër telefoni. Faleminderit, përshëndetje zotëri, si ke qenë? Besi, besordi. Siç e pat, të gjithë njerëzit në këtë zona janë shumë bujarë dhe mikpritës, po këtu jam me zotin Mustafa Tola, i cili është një aktivist shumë i shquar për mbrojtjen e këtij lumi në këtë zonë dhe do më tregoj më shumë për këtë ujvar që shikoni tani. Kjo është ujvara me mrekulluar të Sopanikës. Është në lartësinë 520 metra buron në shpellë dhe zbret në lartësinë 460 metra këtu. Është rreth 60 metra pingull. Është e fshehtë në territorin shqiptar e kësaj përmase, në lartësi dhe me këtë bukuri. Normalisht gatimet këtu i gatuajnë bio dhe në vend. Dua t'ju tregoj pak zonjën që po përgatit për ne. Flinë në Saç, cila është kjo këtu, dhe mishin e kecit. Kështu që mu po mbi fikët pa u gatu akoma. As nuk ja kam iden fare se sa i dëgjojmë të kjo video, sepse jam në shpellën e Sopanikës. Është një monument natyre i shpallur në vitin 1986 dhe është një vend shumë i bukur. E kuptoni ju çfarë natyre është tu? Një këshill e kam për të gjithë ato njerëz që do vizitojnë Dibrën këtë verë. Nuk e di pse Dibranët e majnë fshehur këtë shpellë, është një zonë fantastike dhe unë sapo e zbulova. Kështu që duhet vini të gjithë sepse duket dhe më bukur se në kamera. Vetëm të pini nga ky ujë këtu, kush e di me sa ta zgjat jetën. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.